Me dhe Pse kjo këmbgulje nga ana juaj për mos patur një mocion me debat me komunisti që kërkon opozita? Mendoj që duhet të merrni dhe ta lexoni procedurbalin e mbledhjes, edhe pse jam informuar që le të themi diskutimet janë bërë publike. Dua të garantoj që majoranca në kuvend është e gatshme të pranoj dhe miratoj çdo kërkesë që vjen nga opozita, bazuar në ato mekanizma parlamentar që i njihen kuvendit, i njihen një deputeti, një grupi deputetësh apo një grupi parlamentar, qoftë seancë pyetje, qoftë interpelancë urgjente, mocion me debat apo dhe mocion vot besimi nëse dua, por ajo duhet jetë në përputhje me rregulloren e kuvendit. Rregullori e kuvendit përcakton që mocioni me debat thirret për një çështje të veçantë. Dhe jemi gjendur para një kërkese që kishte 6 grup çështjesh. Të kërkohej të kishte një mocion me debat për procesin qeverisës të 12 viteve të fundit. Kërkohej që të kishte një mocion debat për programin qeverisës të periudhës në vijim, dhe pastaj dhe një 4 çështje të tjera të cilat i kam enumeruar dhe nuk po ju marr kohën tuaj. Dhe i kam kërkuar kolegëve të opozitës, në një moment saktuar na u tha që jo, duam një debat për integrimin. Patjetër i tash bjereni kërkesën për një debat për çështjet e integrimit, për cilin nga këto çështje e doni, sepse edhe aty ka kapituj, grup kapituj. Shumë shpejt do na bjerë radha të kemi një debat për progres raportin, sepse jemi pothuajse kemi hyrë në tetor, dhe i kam kërkuar që ta sillin në përputhje me rregullore. Është një përpjekje që nga seanca e parë, edhe nga kryetari i kuvendit, i cili drejton punët e kuvendit, por dhe nga ne si shumicë, që në këtë fillim legislature të ndahemi nga eksperiencat e vjetra të shumë vjeçare të kuvendit dhe ta fusim punën e kuvendit në hulli institucional. Unë shpresoj që deri ditën e njëjtë, datë 9 tetor, kur do të jetë seanca, kolegët deputetë të opozitës ta kenë riformuluar kërkesën, në faktën kjo ka qenë kërkesa ime e fundit, sillini kërkesën në përputhje me nenin 98 të rregullores dhe ne do t'ua miratojmë. Se keni refuzuar kërkesën për debat dhe për finalizimin e një rezoluta për genocidin serb në Kosovë, kur ndërkohë nga ana tjetër gjithmonë thoni liria ka emër dhe gjithmonë flisni dhe i mbështesni liderët e UÇK-s. Që ne i mbështesim liderët, komandantët e UÇK-s, kjo nuk ka asnjë dyshim dhe është e qartë dhe për publikun që ka një forcë politike, ka një udhëheqës politik apo udhëheqësi i vendit si Edi Rama që ka qenë shumë i qartë për këtë gjë, ka dhe një memetësëri në drejtimin e opozitës që nuk flet për këtë çështje, po të kthehemi tek pyetja juaj. Këtu para jush në 4 vjeçarin e shkuar nuk di sa herë kam folur për këtë çështje. Pra, kjo është një kërkesë që ka ardhur nga një deputet i caktuar apo deputet caktuar të opozitës në mënyrë të përsëritur. Kush është argumenti? Shqipëria, qeveria e saj, parlamenti i saj, i ka dënuar të gjitha krimet, aktet gjenocidale të ndodhura në Kosovë nga regjimi i Slobodan Miloševićit që nga viti 1991. Dhe nuk ka pritur 26 vjet për të shprehur për një çështje, por e ka bërë ato në mënyrë të menjëhershme. Pra, unë do ju vend në dispozicion në orën vijim, në ditën vijim, sapo dhe sepse kështu e kemi mbyllur mbledhjen e konferencës kryetarëve, që kuvendi të vënë në dispozicion të publikut përmes punës pa lodhur të tuajën, të gazetarëve që ndiqnin punimet e kuvendit edhe të komisioneve këtu,
të gjitha deklaratat dhe rezolutat. Do t'jenë ja 15, mos më shumë. Vetëm në vitin 1999, në 6 mujojnë e parë vitin 99, mos gaboj janë 4 rezoluta dhe deklarata, që i referohen akteve gjenocidale të veçantat që ndodhnin në janar, shkurt, mars, prill të vitit 1999 në Kosovë. Pra, Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur më njëherë sapo është informuar në atë kohë për një akt caktuar për një ta mbaroj. Ta mbaroj Çfarë ka ndodhur Edi Rama si kryetari i Shumicës? Pse refuzon të miratojë një rezolut për të dënuar genocidin serb në Kosovë? Gjenocidi është dënuar gjithmonë. Madje për shembull, po ju marr si shembull, në 12 tetor 2023 kemi pasur një rezolut tjetër ku dënuam sulmin në Banjsk, ku humbi jetën një hero punonjës i policisë së Kosovës, dhe ne nuk pritëm 26 vjet që ta bënim këtë gjë. Tani unë e kuptoj që kjo është një përpjekje që nuk ka të bëjë me realitetin. A i keni cilësuar si lehtësitje këtë kërkesë të opozitës në konferencë kryetaresh? Jo, tashi e para është që kam cituar, kam thënë që këto gjëra duhen bërë së bashku dhe Kuvendi i Shqipërisë i ka bërë. Nëse një deputet, kam thënë, kujtohet pas 26 vjetësh të ribëj diçka që e ka bërë Kuvendi përpara, kjo është një lajthitje, pra sepse nuk di që ky kuvend ka një histori dhe kam vlerësuar lart të gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që kanë qenë në këtë godinë dhe në atë godinën tjetër në vitin 1999 dhe që kanë bërë punën shumë mirë. Por është lajthitje që të vish ti pas 26 vjetëve dhe të thush atyre që kanë qenë në këtë detyrë dhe këtë institucion tu, në 99 që s'keni bërë detyrë. Dhe do ishte pavend që Shqipëria u kujtua pas 26 vjetësh për ta bërë këtë gjë, kur në fakt realiteti flet tërësisht ndryshe. E kemi bërë këtë gjë. Pra, Kuvendi i Shqipërisë e ka bërë këtë gjë kur ka ndodhur çdo akt. Si do i themi në atyre burrave dhe grave që kanë qenë Kuvendi i Shqipërisë që nga 1991. Dhe për ironi të fatit, i vetmi që kanë ngelur të dy persona kanë ngelur në sallë që nga 1991, në fakt është tres, është Fadil Nasufi, po dy janë, Sali Berisha dhe Tritan Shehu. Dhe këta kanë qenë në sallë, pastaj kanë votuar, s'kanë votuar, nuk e di, nuk më kujtohet. Kur janë votuar, natyrshëm që shqiptarët e dinë që kur Hashim Thaçi dhe Ibrahim Rugova shkonin në Rambuje për të diskutuar dhe me aleatët. Dikush tjetër në Tiranë bënte protestat çdo ditë dhe bllokonte rrugët. Po kjo është një gjë tjetër. Kur makineria serbe filloi spastrimin etnik në Bosnjë-Hercegovinë, kompania Shqiponja në pronësitë të Partisë Demokratike furnizonte me naftë duke thyrë embargon ndërkombëtare makinerinë vrasje të Slobodan Miloševićit. Po kjo është një gjë tjetër. Nëse është dashur që Kuvendi i Shqipërisë të bëjë një rezolut, është pikërisht dënimi dhe distancimi nga shkelja e embargos dhe nga mbështetja që i jepte Shqipëria makinerisë vrasje të Slobodan Miloševićit. Dhe këtu pastaj duhet kujtoj edhe gjithçka ka ndodhur më pas, edhe me qëndrimet, por edhe me deklaratat apo dëshmit. Tani jam i gatshëm që të bëj një diskutim me ju edhe për këtë çështje. Më pyetët për një kërkesë e cila vjen prej vitesh, çdo 3 muaj nga një deputet i veçantë. Nëse deputetit veçantë, i cili ka pasur dhe detyrën e drejtorit kompanisë Shqiponja, cila furnizonte me naftë makinerinë vrasëse të Slobodan Miloševićit, dhe nëse ky deputet është kujtuar pas kaq shumë vitesh dhe do të laj biografinë e vet politike
duke bërë për turp Kuvendin e Shqipërisë, ne nuk mund ta lejojmë. Zoti Balla, pse duhet të raportojnë institucionet e pavarura në dy komisione? Vetëm me radhë. Meqense jemi tek e njëjta çështje. Po dakor. Zoti Balla, do të ndërmarrë qeveria shqiptare apo të mazhoranca një nismë për hartimin e një rezolute për të dënuar shkelje që po ka konstatohen në gjykatën e Hagës. Edhe vetë zoti Rama ka përmendur disa herë dhe ka përsëritur faktin se Shqipëria do të jetë e gatshme, por mungon vullneti politik në Kosovë. Vetë Shqipëria do ta ndërmarrë e vetë me të nismë ose të paktën do të ketë një komunikim me kolegët apo me parlamentin e Kosovës. Tani kur e citoni kryeministrin Rama, citojeni siç e ka thënë. Pra kur i është referuar kësaj çështje, kryeministri Rama ka thënë që sapo parlamenti i Kosovës të bëjë detyrën që i takon. Po unë mendoj që i takon Kuvendit të Kosovës, një lloj si kryeministri Rama, që të miratoj një rezolut ku të shprehet qartë se liria e Kosovës sot e ka një emër, është merit e popullit të Kosovës, është merit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, është merit e rezistencës së Ibrahim Rugovës, është merit e aleatëve, është merit e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e aleatëve të tjerë të NATO-s që bën të mundur çlirimin e Kosovës, dhe është e papranueshme që mbi luftën për liri të popullit të Kosovës të hidhet balt nga disa dëshmitarë që besoj që i keni ndjekur, që janë më shumë se qesharak, është një bufonëri moderne, do ta quaja, dhe sapo Parlamenti i Kosovës, sepse mbi bazën e një vendimit Parlamenti i Kosovës në shkënqitur gjykata atje ju i dini këto, ne na takon, do e thoja edhe me ligj dhe me kanun, që ta miratonim të dytët një rezolut të tillë. Dhe këtë ka thënë kryeministri Rama dhe natyrshëm që është diçka që i qëndron kohës edhe duhet ta bëjmë. Se duhet që institucionet e pavarura, ku përfshihen dhe institucionet e drejtësisë, të raportojnë në dy komisione? Unë kam shpjeguar dje në konferencë kryetarëve, e shpjeguar dje edhe në seancën e mbetur bosh pas largimit të opozitës, se këta që luftojnë për të pasur sa më shumë hapësirë, këta nuk mbajnë më shumë se 2 orë pune dhe lodhen shpejt dhe ikin. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ndryshimin rregullor në kuvendit në nenin 19. Sa i përket ndarjes punës kuvendit në 11 komisione, ku për herë të parë kemi ngritur dhe një komision, i cili quhet Komisioni për Nismat Qytetare dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Për herë të parë, dhe këtë meqenëse është komunikimi i parë publik për këtë çështje, dua të ftoj gjithë qytetarët e t'u them që Kuvendi i Shqipërisë më në fund ka një mundësi, ka një derë, ka një adresë ku çdo qytetar apo grup qytetarësh apo komunitete të cilët kanë një problematik me institucion të saktuar, kanë një çështje për të ngritur, kanë një peticion për të depozituar, edhe pse neni ka qenë rregullore, neni për peticionet ka qenë një rrëmuj brenda rregullores, dhe që duhet të ripar, tani ka një derë ku çdo nismë qytetare, ka një adresë ku çdo iniciativë qytetare mund të depozitohet dhe do të ndiqet me kujdes dhe me prioritet. Por Kuvendi i Shqipërisë i ka dhënë këtij komisioni dhe detyrën për të monitoruar edhe rezolutat, meqense ishim për një çështje rezolutash. Pra kemi mundësinë që përmes këtij komisioni të ndjekim dhe të kuvendi dhe deputetët të mahen të informuar. Miratoi Kuvendi i Shqipërisë një rezolut për këtë çështje. Si po ndiqen porosit detyrat që la Kuvendi për atë çështje, dhe ky është komisioni i cili do ta ketë të detyrë. Këtë komision e kanë të gjitha parlamentet që unë njoh. I referohen tu Bundestagut, që e ka marrë gjithmonë si model, i referohen Parlamentit Evropian, por nëse donim i referohem dhe një formë të përngjashme dhe Kongresit Amerikan.
Pra më në fund kemi një komision në Kuvendin e Shqipërisë që rezolutat e Kuvendit të mos jenë copa letre që miraton një ditë dhe askush nuk di çfarë ndodh, por kemi një komision i cili do na garantojë ndjekjen e këtyre detyrave, e këtyre prioriteteve, e këtyre kërkesave në mënyrë të përditshme, të përjavshme, të përmuajshme. Të lutem. Tani besoj që unë jam i drejt për drejt dhe unë personalisht si një kryetar grupi në disa legislatura, të paktën në 3 deri tani. Mund të them që historia e raportimeve në Kuvendin e Shqipërisë le shumë për dëshiruar. Ose ka lënë shumë për dëshiruar dhe uroj që kjo legislaturë e re të fillojë me një qasje të re. Besoj edhe ju gazetarët e bashkëndani me mua vlerësimin që na duhet një qasje e re në fazën që ndodhet Shqipëria, që të jemi vetë kritik, por dhe të mbi bazën e problematikave të konstatuara ndër vitet fillojmë një qasje të re. Dhe unë nuk po them që Komisioni i Ligjeve nuk e ka bërë detyrë. Përkundrazi, është një gjë që një komision i cili ka në fushën e vet mbulimit të jetë natyrshëm aty për të dëgjuar raportimin, për të bërë pyetjet, për të analizuar punën, për ta ndjekur, por është më mirë, si sheh njeriu më mirë me 1 sy apo me 2 sy. Unë mendoj që njeriu sheh më mirë me 2 sy. Kështu që dhe ne i kemi vënë kuvendit 2 sy për ta parë, për t'i pasur përballë gjitha këto institucione, 30 institucione, dhe për i thënë hajde këtu po ke bërë këtë, po ke harruar pa bërë këtë. Dhe ndërkohë që kjo është, le të themi, për kohën e mbetur, mos harrojmë që kemi vetëm pak javë në dispozicion për ta kryer këtë vit, dhe ftesa ime për opozitën në konferencë kryetarëve dje ka qenë që të fillojmë të mendojmë një qasje të re, duke shoqëruar këtë dhe them drejtën një nga kryetarët e grupeve të opozitës ka qenë pozitiv për të propozimin për ta riparë mënyrën e raportimit. Ne në 103 mos gaboj, po 102-103 se janë vijus me njëri tjetrin, duhen riparë për ta bërë raportimin më të plotë dhe për t'ju ikur atyre seancave që sharake kur çohet njëri nga salla atje i thot atij institucioni pavarur dëgjoj se të kam çuar unë një kërkesë, çfarë u bë me atë kërkesën time, por duhet jetë një gjë më institucionale, siç e kanë gjithë parlamentet e vendeve antarë të Bashkimit Evropian apo vende tjera partnerë. Erion Velia i ka ankimuar vendimin e Këshillit të Ministrave në gjykatën kushtetuese. A do të pres mazhoranca ta përfundojë? Jo, më fal. Tash unë e kemi bërë Jo shumë e rëndësishme se kryeministri ka thënë parlamenti duhet të zgjejë mekanizma dhe zgjidhje për këtë ngërç ligjor. Mazhoranca do të pres të gjithë procesin në kushtetuese? E kemi bërë gjithmonë rregull dhe madje ju gazetarët ma keni kërkuar që kur dalin flasim për vendimet e konferencës kryetarëve, i referohemi vetëm vendimet e konferencës kryetarëve. Për shkarkimin e Erion Velia. Sepse unë dua që të kemi një rregull që kur mblidhemi të flasim për një çështje, flasim për atë. Çështje e rëndësishme se lidhet me mazhorancën.